Gjithë jetën keni pirë ujë gabimisht. Kjo është mënyra e vetme dhe e drejtë. Me siguri prindrit që në fëmijëri ju a kanë tërhequr vërejtjen që të mos pini kurrë ujë duke qëndruar në këmbë. A e keni pyetur ndonjëherë veten përse? Prindrit kanë pasur të drejtë. Pirja e ujit në këmbë është krejtësisht e gabuar. Kur pini ujë, idealja është që të jeni ulur. Në të vërtetë, në këtë mënyrë, në të gjitha organet do të qëndrojë mjaft gjatë. Në të kundërt, në qoftë se pini ujë ndërsa jeni në këmbë, ai shpejt do të kalojë nëpërmjet zorrës së trashë, andaj trupi nuk do të ketë kohë që të absorbojë nutrientët. Kjo mundet që të shkaktojë shumë probleme si ngërçe, artrit, dëmtim të veshkave. Përveç kësaj, uji duhet pirë ngadalë, glënk pas glënke.